Miq të Prizmës, një nga anët më të errta dhe më të shëmtuara që ka një pjesë e madhe e rëndësishme e shoqërisë, e sidomos ajo që i shkon pas Sali Berishës, është se as me fëmijët e tyre, as me familjen e tyre nuk dinë të sillen me një çoban të tillë kriminal dhe njëkohësisht të shëmtuar për sa i përket edhe etikës, edhe estetikës, edhe çdo gjë tjetër që nxjerr nga goja. E fundit e tij është thirrja që u bën prindërve dhe fëmijëve për të lënë orën e parë ose gjithë ditën e mësimit për protestën e TikTokut. Imagjinoni tash, miqtë e mi, për çfarë ju bën thirrje? Për protestë, fjalën e lirë të TikTokut fëmijëve për të lënë orën e mësimit. Një delirant, një njeri i shëmtuar i demokracisë, ai që ka shkatërruar për 35 vite rresht. Jo vetëm demokracinë, po gjithë vendin, e ka djegur 2 herë atë. Ka bërë grushtetit, ka vrarë njerëz, ju bën thirrje fëmijëve për të lënë shkollën për TikTokun. Dhe çfarë është TikToku? Është një prodhim i Kinës, i cili nuk lejohet në Kinë, sepse është projektuar të degenerojë fëmijët, familjet e perëndimit. Ai nuk lejohet që të veprojë me standardet e tij, ai nuk është fare në Kinë, është produkt i kinezëve, është pronë e kinezëve, gjithkund i sulmuar edhe gjithkund i, si të them tash, i anatemuar për krimin që po bën, sidomos këtë rit, për paturpsitë që nxjerr, për anën e zvetnimit moral, etik, estetik, e shumë elementeve të tjerë të dhunës, violencës të jashtëzakonshme që prodhon, i dhënë vetëm e vetëm për t'u aplikuar në perëndim, jo në Kinë, në perëndim. Dhe Sali Berisha, njeriu më i lëtyr, më i shëmtuar, më kriminal i Shqipërisë, ju thot fëmijëve, lërni shkollën, mos shkoni në shkollë për të protestuar për TikTokun, cilin e pas kanë mend dhe mbyll ka për 1 vjet Edi Rama. Jo vetëm që ja bën mirë për 1 vjet, por duhet ta mbylli në ato kushte që është edhe në atë lloj forme që është, për gjithë jetën, edhe mos të duket më në territorin, në atë hapësirën tonë, në zbatim të atyre masave dhe atyre standardeve dhe statuteve që kemi ne, ligjshmërisë që kemi ne për të mbrojtur fëmijët nga e keqja. Mirë po, ne kemi të keqen brenda dhe kjo e keqe brenda është ajo pjesë e shoqërisë që do. Ato prind që do t'i shkojnë mbrapa, të gjithë ata që janë prind, dhe i shkojnë mbrapa Sali Berishës me 15 mars, ditë në cilën ai ka vrarë njerëz në Gërdec, edhe që do ta mbuloj me TikTokun, ai po feston me 15 mars ditën e krimit të tij korruptiv bashkë me Fatmir Mediun dhe djalin e tij Shkënxenin. Po e feston, ai ka ndjenja gëzimi, pse ka vrarë njerëz, pse ka vrarë shqiptar. Dhe vazhdon nga ajo aferë të ketë para për të paguar idiot si Laçivitën, që sigurisht pasaj do që të justifikoj se kam Amerikën mbrapa. Shumë shpejt, Sali Berisha do të marrë ca lajme nga Amerika, lajme që do të jenë shumë të mira për të. E të gjithë ata maskarej që e ndjekin mbrapa, të gjithë ata të hurit e të litarit, horra, burra dhe gra që kanë fëmijë dhe i binen Sali Berishës që fëmijët e tyre duhet lënë shkollën, sepse ju është mbyllur TikToku nga Edi Rama. Një kriminal i tillë, një person i tillë që do të djegë vetëm popullin e tij, vetëm njerëzit e tij, vetëm demokratët e tij, se ai s'ka që ju bën ma, socialistë dhe as tjerëve. Ai ju merr të keqen gjithëve, por ai ka futur herë në luftë, ka vrarë sa ka mundur dhe tash do që të vinë edhe një herë pushtet që t'i vrasi për fare. Dhe sigurisht ka dhe majmun të tillë që janë nëpër Shqipëri, bile edhe nëpër Kosovë, racë kriminalash, të degeneruarish, të cilët pastaj adhurojnë TikTokun bashkë me Sali Berishën, sepse ai mëson se si t'i kenë fëmijët të droguar, të armatosur, me thika, që vrasin, që presin, lakurisi, pornografi dhe elemente të tillë që i ka ndërtuar Republika Popullore Komuniste e Kinës për të degeneruar akoma më tepër se ç'është degeneruar perëndimi i lirë deri tash me anën kriminale të shoqërisë woke. Por kohët kanë ndryshuar dhe po vjen një ditë tjetër që do të marri përpara si kriminalin Sali Berisha dhe të gjithë ata majmun që i shkojnë mbrapa, prindër, lëtyra, flisira
të cilët janë dakord që fëmijët e tyre të lejnë shkollën për anën e TikTokut, sepse qeveria edhe Edi Rama mbyll kanë TikTokun. Kështu miqtë e mi, as mos u duken fjalë të rënda këto që po themun. Ata që shkojnë me Sali Berishën për të mbyllur shkollën, për të lënë fëmijët pa shkollë, sepse është mbyllur TikToku, janë po kaq kriminal, maskare, idiot si Sali Berisha. Por kjo fjalë idiot është për të justifikuar. Ata janë poshtër. Dakord?